U rikthyer sërish në studio për të vazhduar gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit me të ftuarit tanë. Kësaj radhe do flasim për haxhin, që tani më jemi edhe disa ditë fillon, mund të themi, udhtimi i haxhilerëve drejt vendeve të shenjta dhe haxhi mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme të fesë islame, një udhëtim shpirtëror që çdo vit të mbledh miliona besimtarë në Mekë. Edhe këtë vit interesimi për haxhin e këtij vitit është i madh, ndërsa përgatitjet kanë nisur me kohë si nga institucionet ashtu edhe nga vetë besimtarët. Dhe sot me mua në studio kemi përfaqësues të Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë, zotrin Mafiz Rustemi dhe njëkohësisht drejtor në sektorin e diasporës pranë BFI-s. Mirë se erdhët, i nderuar, në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë se vjetëm, faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, si që potencova në fillim, duke qenë se haxhi është një nga shtyllat kryesore të fesë islame. Si do ta shpjegonit ju domethënien e tij për një besimtar, jo vetëm si një obligim fetar, por si një përvojë e thellë shpirtërore që ndikon në jetën e tij para dhe pas këtij udhëtimi? Fillimisht e falemendrojmë Zotin, pastaj përshëndetjet për zemër të i dërgoj Muhamedit a.s. familjes së tij, shokëve dhe gjithë besimtarëve. Ju falemendrojmë edhe juve për mundësinë që na jepni që të jemi afër besimtarëve tonë, për t'ju treguar rreth asaj se çka është haxhi, si organizohet haxhi nga Bashkia Fetare Islame dhe gjëra tjera që ndoshta mund të jenë në interes të besimtarëve. Ashtu siç veçmë dihet, haxhi është një prej shtyllave kryesore të Islamit. Për arsye se profeti alayhis salam na tregon se Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla kryesore, duke filluar nga dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Zotit Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, pastaj falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i muajit të Ramazanit edhe shkuarja në haxh për ata të cilët kanë mundësi udhtimi deri atje. Dhe Zoti vetë në Kur'anin famëlar na thot për hir të Zotit, bërja e haxhit është obligim për gjithë ata të cilët kanë mundësi udhtimi deri atje. Ka disa njerëz mendojnë se haxhi është thjesht një udhtim turistik, pra shkojnë njerëz atje për të vizituar ato vende të shenjta të muslimanëve, vende historike, mirë po realisht nuk është haxhi i tillë. Haxhi është adhurim, është ibadet. Prandaj edhe definicioni i haxhit sipas të drejtës islame është vizitë e veçantë në vende të veçanta, me nijet të veçantë, edhe nga njerëz të veçantë në kohë të veçantë. Pra, qëllimi i shkuarjes atje është i veçantë, për arsye se shkohet me qëllim të adhurojmë Zotin, të bëjmë ibadet atij, të zbatojmë urdhrat e Zotit. Pastaj edhe vendi ku shkohet është i veçantë, nuk mund ta bëjmë haxhin ku të duam neve, por janë vende të caktuara që duhet vizitohen dhe rituale të caktuara që duhet bëhen me qëllim që haxhi jon të jetë i kompletuar. Edhe koha e haxhit është e veçantë, pra haxhi nuk mund të bëhet kur të na kujtohet neve kur ne jemi të lirë dhe tani kam hapësirë do të shkoj dhe bëj haxhin, pra janë ditë të caktuara, e sidomos 10 ditët e para të muajit Dhulhixhe që ne veçmë jemi në prag të tyre, e sidomos dita e 9 e muajit Dhulhixhe, pra dita e Arafatit, të gjithë haxhilerët duhet të jenë në atë vend, edhe njerëz të veçantë, për arsye se jo çdo kush e ka obligim haxhin, po duhet të jetë besimtar, i moshritur, të ketë shëndet, të ketë mundësi materiale. Pra këto janë disa prej kushteve që duhet t'i plotësojnë ata të cilët shkojnë në haxh. Dhe është shtylla e fundit ose kushti i fundit i Islamit, për arsye se zakonisht adhurimet në Islam mund të jenë ose trupore ose mund të jenë materiale. Si për shembull namazi, agjërimi, këto janë adhurime trupore. Zakati është adhurim material, pra vetëm bëhet përmes dhënies 2.5% të pasurisë tënde. Ndërsa haxhi është bashkimi të dyja këtyre. Është ibadet. Sipas mundësive, nuk është e domosdoshme. Sigurisht, pra është edhe bëhet me trup, për arsye se fizikisht duhet shkosh atje, po edhe bëhet me pasuri. Prandaj edhe është ajo kurore të gjitha ibadeteve në Islam. Dhe besimtarët mund të themin raport me haxhin, flasim për besimtarët, mund t'i ndajmë në 4 kategori kryesore, për arsye se jo të gjithë e bëjnë haxhin, edhe pse kanë mundësi. Pra janë kategoria e parë besimtarëve, janë ata të cilët Zoti ju ka dhënë pasuri, ju ka dhënë shëndet, dhe ata vendosin që për hir të Zotit të bëjnë haxhin, të vizitojnë Ka'bën, shtëpinë e Zotit, xhaminë e Profetit alayhis salam, dhe këta janë ata që Zoti i ka nderuar fillimisht me titullin që ua ka dhënë, për arsye se ata që shkojnë në haxh janë musafirët e Zotit, dhe realisht për neve si robë të Zotit nuk ka nder më të madh se sa të jemi musafir të Zotit, duke e ditur se ai që është musafir i Zotit është i nderuar nga Zoti edhe në këtë edhe në botën tjetër. Pastaj haxhi është një mundësi shumë e mirë
po që se krihet brenda rregullave të caktuara nga Zoti dhe profeti i tij për t'u falur mëkatet tona, dhe ajo çka është më e rëndësishme, ata që e kryejnë haxhin, shpresojmë ato që e ka thënë edhe profeti alayhis salam, haxhi i pranuar te Zoti nuk ka as problem tjetër përveç se xhenetit. E ne si besimtar gjithë edhe synojmë xhenetin dhe prandaj gjithë këto punë të mira që mundohemi t'i bëjmë janë me qëllim që të arrijmë kënaqësinë e Zotit dhe pastaj Zoti me kënaqësinë e tij të na bëjë inshallah edhe nga banorët e xhenetit. Mirë po, për me qenë një haxh i pranuar, ashtu siç thot profeti alayhis salam, duhet sipas dietarëve t'i plotësoj disa kushte. Cilët janë ato kushte? Për shembull, e para niyeti të jetë i sinqert, të bëhet për hir të Zotit, nuk shkohet në haxh që njerëzit më thrasin mua haxhi, nuk shkohet në haxh që thjesht të kesh një status pak më të veçantë në shoqëri, po niyeti jon duhet të jetë shumë i sinqert vetëm për hir të Zotit dhe me qëllim arritjen e kënaqësisë së Zotit. Pastaj edhe pasuria me cilën shkojmë në haxh që jetë pasuri halal, sepse jo vetëm të kesh pasuri është kusht për me shku në haxh, por edhe pasurinë që e ke grumbulluar të jetë halal. Dikush ndoshta ka fituar pasuri përmes formave jo të ligjshme, qoftë islame, qoftë edhe të ligjeve pozitive, duke ju bë padrejtësi njerëzve, duke marrë pasurinë e tjetrit me pa të drejtë dhe pastaj mendon se unë do shkoj në haxh dhe gjitha mëkatet që i kam bërë do më falen. Mund të falen mëkatet që janë mes teje dhe Zotit, mirë po mëkatet që i kemi bërë, padrejtësitë që u kemi bërë njerëzve të tjerë, jo një haxh, po sikur edhe 1000 haxhet i bënim ato padyshim se nuk na i fal Zoti. Prandaj duhet haxhiu para se të nisë për në haxh, fillimisht të kërkoj falje, të marr halallëk nga njerëzit me cilët ai ka bashkëpunon, ka marrëdhënie, sepse realisht haxhi nuk i fshin mëkatet që janë bërë në raport me njerëzit. Edhe kushti tjetër është që haxhi të bëhet me dituri, pra të dish se çka kërkohet prej teje në haxh. Çka duhet bësh gjatë kohës kur je në haxh, çfarë rituale, çfarë adhurimesh, dhe ajo që edhe ju e përmendet në pyetjen e juaj, pra haxhi nuk është thjesht një vetëm vizitë, vetëm ibadete kështu formale, rituale formale, po shumë e rëndësishme që edhe shpirtërisht neve të kënaqemi gjatë kohës kur jemi në haxh. Haxhi nëse nuk arrin që të bëjë një transformim të plot të haxhiut, edhe shpirtëror, edhe fizik dhe moral të tij, atëherë realisht haxhi mund të themi se nuk e ka arritur qëllimin, sepse vetë Zoti në Kur'an thot përgatitja më e mirë për në haxh është devotshmëria. Nuk janë për shembull përgatitjet çka mund t'i bëjmë neve, puna e udhëtimit, hotelit, ushqimit. Përgatitja më e mirë është ajo devotshmëria shpirtërore. Je në një vend që është i dashur te Zoti, je në një ambient që vazhdimisht ta kujton Zotin, dhe nëse neve nuk arrim që në haxh të ngritemi shpirtërisht, të bëhemi njerëz më të lidhur me Zotin, dhe pastaj kjo lidhja jonë me Zotin të reflektojë edhe në sjelljen tonë të mirë, të bëhemi më të sjellshëm, më të moralshëm dhe të kthehemi nga haxhi njerëz spaku më të mirë, më të përsosur moralisht, atëherë haxhi sikur nuk e ka arritur qëllimin e vet. Dhe jo rastisht vetë profeti alayhis salam thotë kush e bën haxhin, mirë po duke ju përmbajtur rregullave të haxhit, duke mos ju i kalu kufit të Zotit, kthehet nga haxhi me mëkate të falura. Prandaj edhe haxhi jon realisht fillon pasi që të kthehemi ne nga haxhi. Nëse dëshirojmë ta shohim dikujt i është bërë kabull, siç themi neve, i është pranuar haxhi, le të shikojmë pasi që ai kthehet nga haxhi, a ka ndonjë ndryshim tek ai në sjelljen e tij, në veprimet e tij, a është bërë njeri më i mirë me Zotin, me veten e tij dhe me njerëzit në përgjithësi. Pra, kjo është shkurtimisht rreth asaj se çka është haxhi dhe si duhet ndikojë haxhi tek ne. Mund të na thoni se Bashkia Fetare Islame ka një rol kyç të themi në organizimin e haxhit. Mund na shpjegoni më në detaje se si nis ky proces dhe cilët janë hapat kryesor nga momenti i aplikimit deri në nisjen e haxhilerëve? Padyshim se Bashkia Islame është i vetmi institucion fetar përgjegjës për organizimin e haxhit. Pra, nuk ka mundësi askush tjetër, nuk ka të drejtë askush tjetër të organizojë haxh nga vendi jon. Për arsye se prej para se të fillojë sezoni i haxhit, Bashkia Islame në krye me kryetarin e saj Reisul Uleman, Haxhi Hafiz Shaqiri Efendi Fetahun dhe ministrin e haxhit shkruan një memorandum bashkëpunimi ku aty autorizohet Bashkia Islame për organizimin e haxhit dhe pastaj edhe fillojnë proceset. Është një proces shumë kompleks, pra nuk është ashtu i thjeshtë si neve na duket, për arsye se menjëherë pas nënshkrimit të
marrëveshjes për memorandum, pra për organizimin e haxhit, fillojnë edhe hapet aplikimi i haxhilerëve në për muftinit përkatëse të Bashkisë Islame, dhe pastaj pas aplikimeve mlidhen informacionet dhe vërtetohen ato, dhe pastaj edhe aplikohet për shembull për marrjen e vizave nga haxhilerët tonë tek autoritetet saudite, dhe pastaj gjithashtu Bashkia Islame angazhohet për hotele, gjetje në hoteleve, kompaninë e fluturimeve dhe gjithçka që është e nevojshme pra për të kryer një haxh i cili është në nivel shumë të lartë dhe shumë e rëndësishme të potencohet se Bashkia Islame në organizimin e haxhit ka marrë mirënjohje edhe nga vetë shteti saudit, për arsye se me të vërtet niveli i organizimit është shumë i lartë, shumë serioz dhe gati se e marrim me shumë seriozitet, për arsye se nuk është thjesht vetëm një organizim administrativ haxhi, po mbi të gjitha është edhe ibadet, është obligim fetar dhe shpirtëror i joni që haxhilerëve të mundohemi të organizojmë një haxh të mirëfillt, që ai vetëm ta ketë se si sa më shumë të bëj adhurim atje, sa më shumë t'i lutet Zotit, sa më shumë të bëje qoftë edhe adhurime vullnetare dhe të mos ketë asnjë dert tjetër. Gjithçka e ka të organizuar nga vetë Bashkia Islame. Shpresojmë që edhe këtë vit vendi ynë të shpallet si një ndër vendet më të organizuar. E di që vitin e kaluar është shpallur vendi ynë si vendi më i organizuar për haxhilerët mes shteteve dhe kemi fituar edhe disa viza shtesë me sa di unë, nëse nuk gaboj. Atëherë, sa kompleks është organizimi një udhëtimi të tillë për qindra besimtarë nga vendi ynë, duke pasur parasysh edhe koordinimi me autoritetet me Arabinë Saudite? Ashtu siç e përmendëm, pra më vërtet është shumë kompleks, është shumë i vështirë, kërkon përgjegjësi shumë të lartë, për arsye se përveç bashkëpunimit me autoritetet saudite, është shumë e rëndësishme edhe organizimi i brendshëm i haxhilerëve, prandaj edhe Bashkia Islame ose muftinit kanë krijuar edhe ekip punues që merren me këto çështje. Pra ne pasi që veç më e kemi numrin e haxhilerëve, atëherë edhe bëhet caktimi i kryesia e përhershme e haxhit që funksionon brenda Bashkisë Islame, që merret me të gjitha punët që kanë të bëjnë për shembull me organizimin e haxhit, po ashtu kemi edhe muftinit, pastaj caktojnë edhe koordinatorët e haxhive që janë përgjegjës për haxhit asaj muftinie. Që do i udhëheqin ato, pastaj kemi udhëheqës përveç koordinatorit në nivel muftinie, kemi udhëheqës. Çdo muftini varësisht nga numri i haxhilerëve që ka, për arsye se kuptohet që çdo muftini e ka numrin e njëjtë të haxhilerëve, varësisht për shembull Shkupi si muftini më e madh ka numër më të madh të haxhilerëve, Tetova, Gostivari, pastaj muftini të tjera për shembull me numër pak më të ulët. Dhe varësisht nga numri i haxhilerëve caktohen edhe udhëheqës nga hoxhollarët, për arsye se haxhi nuk mund të bëhet pa udhëheqës. Zakonisht shumica e atyre haxhilerëve që shkojnë janë ndoshta 80% shkojnë për herë të parë dhe kanë nevojë për udhëheqës, qoftë për t'i orientuar atje, por edhe për një përkujdesje shpirtërore, të haxhilerëve tonë. Përveç hoxhollarëve, udhëheqës kemi, sidomos është bërë praktik shumë e fuqishme në kohën e fundit me kryetarin, që ketë edhe udhëheqëse gra, profesoresha, hoxhonica, që do të kujdesen për haxhilerka, gra që janë motrat dhe nënat tona, dhe kjo është shumë e rëndësishme për arsye se kuptohet gratë janë shumë më të lira të shprehen për shembull me gjinin femërore, dhe pastaj përveç saj kemi edhe ekipin mjekësor që është 24 orë në shërbim të haxhilerëve tonë. Pra, gjithë kjo me të vërtetë është ky organizim është shumë kompleks, prandaj pastaj edhe haxhi shpeshherë ka edhe të papriturat, për arsye se mund ta mendoni atje me miliona besimtar nga gjithë anët e botës janë prezent në një kohë, në një vend, dhe shpeshherë mund të dalin edhe gjëra të papritura, mirë po kuptohet, veç më organizimi shumë vjeçar i haxhit nga Bashkia Islame ka bërë që ata të jenë të gatshëm për çdo të papritur, dhe zakonisht edhe haxhilerët tonë i këshillojmë që atje përveç përgatitjes fizike edhe materiale, shumë e rëndësishme të jemi të përgatitur edhe me sabër, me durim, sepse
Jo gjithçka mund të shkojë ashtu siç duhet, edhe pse elhamdulillah nuk ka pas diçka, mirë po duhet, domethënë, edhe këto gjëra të merrem parasysh, prandaj edhe është një organizim shumë kompleks, mirë po elhamdulillah falë seriozitetit dhe përkushtimit edhe të Bashkisë Islame, të muftinive, të hoxhallarëve, por edhe të vetdijes të lartë të besimtarëve tonë, gjithçka shkon domethënë në formën më të mirë të mundshme dhe ne vetëm i lutemi Zotit që edhe këtë vit të jetë gjithashtu një haxh i suksesshëm, haxhilerët tonë, dhe kjo është qëllimi më i lartë i Bashkisë Islame, që haxhilerët tonë të jenë të kënaqur. Për arsye se shumica e tyre e kanë udhtim jete, domethënë ai me vite ka grumbulluar pasuri, është përgatitur për këtë udhtim, prandaj është shumë e rëndësishme që ne t'ia japim atij atë që ai ka ëndruar vazhdimisht, të kënaqet shpirtërisht, të adhurojë sa më shumë Zotin dhe pastaj të kthehet inshallah në vendlindje me haxh të pranuar. I nderuar, mund të na thoni se cilët janë përgjegjësitë kryesore që merr përsipër Bashkia Fetare Islame? Domethënë që nga atë që e përmendëm më herët, për arsye se kanë lidhje njëra me tjetrën, që nga sigurimi i vizave, pasi që ne kemi veçmë edhe numrin e caktuar të haxhilerëve, pastaj ekipi që merret me organizimin e haxhit bën edhe përzgjedhjen e hoteleve në Mekë edhe në Medinë, dhe kjo është gjithashtu një proces shumë i vështirë, për arsye se gjatë kohës së haxhit është sezona, domethënë atë që e tham me miliona njerëz në një vend është shumë problem edhe për të siguruar hotelin, sepse ne kemi për qëllim që gjithë haxhilerët të jenë në një vend, domethënë në një hotel, edhe të jenë sa më afër Ka'bës, të jenë kushtet i kenë në nivel sa më të mirë, qoftë në Mekë, qoftë edhe në Medinë. Pastaj edhe bëjmë kontratën domethënë me kompaninë e fluturimit. Ka disa vite që udhtojmë me kompaninë Freebird, domethënë vjen special me charter, domethënë merr besimtarët tonë nga ku shkojnë këndej prej Shkupit deri në Xhidë dhe pastaj kthimi është nga Medina për në Shkup. Gjithçka që ndodh brenda, domethënë me ushqim në hotele, transporti qoftë brenda Mekës, pastaj për në Medinë, gjithçka domethënë është e përfshime. Haxhilerët tonë domethënë brenda pakos që ato e paguajnë në fillim, nuk kanë nevojë për asgjë tjetër shtesë. Domethënë të gjitha janë brenda asaj pakoje që realisht kujdeset Bashkia Islame që ta realizojë atë në nivelin sa më të lartë. Kësaj radhe, elhamdulillah, domethënë edhe hoteli i haxhilerëve tonë, sidomos në Mekë, për arsye se aty është edhe vështirësia më e madhe, të jetë sa më afër Ka'bës, saqë edhe ndoshta nuk kanë nevojë edhe për transport për të shkuar nga hoteli deri në Ka'bë. Domethënë ata do të mundin në këmbë ta bëjnë këtë lëvizje me qëllim që vizita e Ka'bës të jetë sa më e madhe. Domethënë qëllimi është që haxhilerët tonë sa më shumë të falen në Ka'bë, jo për shembull të shkojnë prej këtu dhe shumicën e namazeve të falin në hotel për shkak lartësisë, por t'ia mundsojmë haxhiut tonë që në çdo namaz, po që sa ai ka dëshirë, të jetë domethënë në brenda haremit, brenda shtëpisë së Allahut xhallahu për ta falur namazin e tij. Pra mundohemi që kushtet të jenë në nivel sa më të lartë. Janë gjëra, pastaj procese tjera që t'i kërkojnë vetë autoritetet saudite, që neve si Bashkia Islame duhet t'i plotësojmë. Mirë po, jemi shumë të kënaqur me gjithë procesin që ka shkuar deri tani dhe shpresojmë deri në përfundim të jetë kështu. Dhe të ktheheni shëndosh, të themi, e mirë gjithë haxhilerat. Mund të na thoni sa është numri i haxhilerave që do të nisen këtë vit nga vendi ynë? Po, Bashkia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut mund të themi se ka numrin më të madh të haxhilerëve në rajon. Është 2020 haxhilerë që shkojnë si mjet për në haxh dhe kërkesat janë shumë të mëdha realisht, për shkak se, siç thamë, Bashkia Islame është i vetmi institucion që merret me organizimin e haxhit, por tash edhe organizimi i haxhit nga vende tjera, sidomos nga Evropa, nga shtetet e Evropës, është pak më i vështirë, për arsye se duhet shkohet përmes platformës Nusuk online. Gjithçka dhe kjo u vështirëson haxhilerëve tonë, prandaj edhe përmes Bashkisë Islame kanë shumë më të lehtë dhe kanë shumë më të sigurt shkuarjen në haxh, dhe kjo e bën që të kemi edhe kërkesa shumë të mëdha. Pra
sikur të keshim hapësirë edhe për 5.000 haxhiler do të mbushet, për shkak se gati se edhe 2027 është e plotësuar, janë regjistrimet vetëm kanë përfunduar për 2027, tani shumica e muftinive kanë hapur aplikimet për haxhin 2028 dhe kjo tregon se me të vërtetë interesimi është shumë i madh, tregon se dashuria e besimtarëve tonë për të vizituar shtëpinë e Allahut Qabën, për ta bërë haxhin, është edhe kjo shumë e madhe, prandaj edhe e gjithë kjo neve na ngarkon me përgjegjësi sa më të madhe që të jemi sa më shumë në shërbim të haxhilerëve dhe realisht nuk ka nder më të madh se sa të jesh në shërbim të atyre që janë musafir të Zotit. Pra numri është 2020, siç tham, të ndarë nëpërmes muftinive, një numër më të madh të haxhilerëve ka rajoni i Shkupit, pastaj Tetovës, Gostivarit, dhe edhe pse është numri i madh, qëllimi është i njëjti dhe ne besojmë inshallah që siç tham, gjithçka do të shkojë si duhet. A organizohen ligjërata, seminare apo trajnime të themi konkrete për haxhilerët apo për të njohur besimtarët sa më mirë me rritet, me ritualet apo me metodën se si do të shkojnë haxhi në vendin e shenjtë? Kjo është shumë e rëndësishme, për arsye se hyn në atë pjesën që e përmendëm edhe më herët për me qenë haxhi i pranuar, është shumë e rëndësishme që ne të dimë se çka kërkohet prej neve atje, si duhet të krihen ritualet e haxhit. Prandaj edhe Bashkia Islame në nivel qendror organizon takim konsultativ me të gjithë udhëhecit e haxhilerëve, hoxhallarët edhe ekipin mjekësor, por përveç kësaj çdo muftini ka edhe trajnime, ka seminare për t'i informuar besimtarët që nga dita e parë, e nisjes për në haxh, gjatë kohës që qëndrojnë ata në haxh deri në kthim, se me çfarë ata do të ballafaqohen, si duhet për shembull t'i krijen rritet, si duhet bëhen ibadetet atje. Pra ka disa trajnime këtu para nisjes, por pastaj edhe gjatë gjithë kohës, për arsye se edhe në hotel ka një xhami shumë të madhe që përfshin të gjithë haxhilerët dhe aty çdo ditë hoxhallarët tonë, përmes ligjëratave, përmes trajnimeve, para se krihet një ritual, ata i përgatitin edhe me informacione, por edhe shpirtërisht, për shembull tani do të shkojmë në tavaf, tavafi krihet në këtë formë, ka këtë qëllim, do të shkojmë në Arafat, do të shkojmë, për të gjitha ibadetet, ritualet që bëhen atje, haxhilerët paraprakisht, njoftohen, trajnohen në mënyrë që të mos ju duket si diçka, që për herë të parë ballafaqohen me atë ritual, sepse prapë themi duhet kemi parasysh se është numri i madh dhe shpesh herë frika sa do të mund të krijë një ritual, një ibadet është shumë e madhe edhe është e nevojshme edhe përgatitja shpirtërore, por edhe me informacione. Prandaj muftinitë tona në formën më të bukur e bëjnë këtë gjë, që nga nisja, gati nëse përcjellni çdo ditë tash para haxhit, çdo muftini bën ligjërata, seminare, trajnime, në mënyrë që haxhilerët, siç tham, të përgatiten shpirtërisht edhe me informacione, por edhe atje çdo ditë. Kemi, komision të veçantë që përkujdeset për organizimin e ligjëratave në xhamin e hotelit atje, për të informuar dhe për të mbajtur gjithmonë të informuar haxhilerët tonë, edhe si tham, niveli shpirtëror i haxhilerëve asnjëherë mos bien, gjithmonë të jenë të gatshëm për bërë sa më shumë adhurim atje. Adhurim. Mund të na thuani se kur është planifikuar nisja e grupit të parë dhe sa ditë të themi do të qëndrojnë haxhilerët në vendin e shenjtë? Për shkak se numri është shumë i madh, fluturime gati se do të ketë për një javë me radhë. Fillojmë tani me 14-in, e majit, edhe deri me 21 maj, çdo ditë ka fluturime. Do të shkojnë grupe. Për shembull, ata që vitin e kaluar kanë shkuar të mbramët, këtë vit do të shkojnë të parët dhe do të kthehen të parët. Mundohemi që çdo vit çdo një muftini të shkojë më herët dhe të kthehet më herët. Kthimi do të bëhet parafërsisht me 14-in e qershorit do të fillojë kthimi, dikundi 24 ose 5 ditë do të jetë qëndrimi në Mekë dhe në Medinë.
Fillimisht shkohet në Mekë, do të thonë aty kryhet umreja e parë, pastaj bëhet haxhi dhe pastaj shkojnë edhe në Medinë, në qytetin e pejgamberit alayhis salam dhe pastaj prej aty është fluturimi direkt nga Medina për në Shkup. Pra kështu në këtë formë, grupi i parë përfundon dhe kthehet në Medinë, pastaj shkon grupi i dytë me radhë. Edhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë. Kompania e fluturimit është shumë serioze, do të thonë asnjëherë për këto vite nuk ka pas ndonjë ngecje, ndonjë vonesë, do të thonë është shumë precize dhe jemi shumë të kënaqur me formën e organizimit të fluturimeve. Dhe në fund cili do të ishte mesazhi juaj për haxhilerat e këtij viti? Edhe pse realisht të flitet për haxhin, për organizimet, është shumë teme e gjerë. Neve shumë shpresojmë që se si ka qenë organizimi të flasin haxhilerët tonë, se sa janë të kënaqur, sepse realisht edhe kjo është edhe qëllimi i Bashkisë Islame, sidomos krijetarit, që ne gjithmonë të jemi në shërbim të haxhiut, për të kënaqur haxhiu, për ta shijuar haxhin, sepse ndoshta nuk do të ketë edhe një mundësi tjetër. Prandaj edhe le të jetë si një porosi, qoftë për haxhiun, por qoftë edhe për ata që ndoshta teksa i shohin haxhilerët në haxh, duke bërë ato ritualet, mund ne të pyesim, a thu vallë çka janë duke bërë këto? Pse për shembull janë veshur të gjithë në të bardha? Pse për shembull shkojnë rrotullohen rreth Ka'bes? Pse i hudhin guralecat? Pse qëndrojnë në Arafat? Ndoshta na duken si ndoshta edhe shumë pa kuptim. Mirë po në momentin që ne kuptojmë urtësinë e këtyre ibadeteve, atëherë edhe haxhiu do i krijë ato me shumë kënaqësi dhe do ketë një ndjenjë ndryshe, por edhe ne që i shohim nga këtu, për shembull, do ta përjetojmë më ndryshe. Veshja e hiramit, për shembull, e asaj dy pjesëve të bardha që i vesh haxhiu, ka për qëllim se një ditë neve gjithçka prej kësaj bote do e lëmë këtë botë, dhe ashtu sikurse haxhiu veshet vetëm me hiramin, edhe neve do të veshemi vetëm me qefinin ton, dhe kjo dunja që shpeshherë neve na mashtron, që ne bëjmë edhe mashtrime ndaj tjerëve duke u munduar sa më shumë të mbledhim prej dunjas, një ditë do e lëmë dhe nuk do të marrim asgjë me vete, dhe kjo është një mesazh shumë i fuqishëm që bëhu njeri i mirë, se në fund vetëm veprën e mirë do e marrish me vete. Pastaj edhe simbolizon barazin, veshja e hiramit, se gjitha atje çka janë, edhe mbreti, edhe populli i thjeshtë, edhe sundimtari dhe i sunduari, edhe i pasuri, edhe ai që ndoshta me para në fundit ka shkuar në haxh, të gjithë jemi të barabartë te Zoti. Aty nuk mund ta vëresh kush është më i pasur dhe kush është udhëheqës. Gjithë jemi të barabartë, sepse kështu jemi edhe para Zotit. Zoti nuk shikon në pasurinë tonë, Zoti nuk shikon në pamjen tonë, Zoti shikon pikërisht në zemrat tona dhe në veprat tona, prandaj të mundohemi aty ku na shikon Zoti, aty të jemi të bukur. Rrotullimi për shembull rreth Ka'bes ka për qëllim edhe për të na dhënë një mesazh shumë të fuqishëm, sikur don të na bëjë me dije rreth kujt ju rrotullohen në jetën tuaj. Për arsye se do shohë shumë njerëz rrotullohen rreth dëshirave të tyre, rreth pasurisë, rreth famës, rreth pozitës, dhe i kanë bërë idhuj të tyre që ata i adhurojnë. Zoti sikur thotë, largohuni prej atyre dhe rrotullohuni rreth Zotit, rreth arritjes kënaqësisë Zotit. Dhe nëse Zoti është i kënaqur me neve, do të na bëjë që gjithçka rreth neve ne të kënaqemi me ato. Hudhja e guralecëve, ndoshta dikush mendon qoftë nga haxhiu, qoftë nga ne që i shohim, sikur shejtani është aty dhe ne i gjuajmë shejtanin. Realisht është simbolik, sikur përmes hudhjes guralecave ne dëshmojmë se i shpallim armiqësi shejtanit. Dhe sa më shumë që je armik i shejtanit, realisht je i afërt me Allahun xhaleshanu. Qëndrimi në Arafat na kujton qëndrimin ton para Zotit. Na kujton se gjithçka që veprojmë neve në jetën e kësaj bote do të dilet një ditë para Zotit, dhe ai direkt çdo njërin prej neve do të na pyesë se çka kemi bërë në jetën tonë, si kemi vepruar, sa kemi qenë të mirë kështu me radhë. Pra kur ne i kuptojmë këto mesazhe, qoftë haxhiu, qoftë ne që i shohim nga jashtë, atëherë padyshim se do ta bëjmë një haxh më shpirtëror, më të mirë, dhe ky haxh pastaj do të ndikojë shumë edhe në transformimin tonë. Ne përmendëm edhe në fillim, sepse më iku, dhe me thonë njerëzit besimtarët në raport me haxhin mund të jenë 4 kategori. E para janë ata që e kryen, të ditët janë ata që ndoshta kanë dëshirë për ta kryer haxhin, mirë po nuk kanë mundësi. Nuk kanë mundësi financiare ose shëndetësore. Zoti për shkak të dëshirës për ta kryer i shpërblen sikurse ata që e kryejnë. Kemi shumë besimtarë që kanë mundësi materiale, kanë shëndet, mirë po nuk e kanë mendjen për me kryer haxhin. Këtyre ju themi mos e neglizhoni haxhin, për arsye se
të dilët para Zotit, duke pas mundësi ta bësh haxhin dhe nuk e bën, me të vërtetë është rrezik shumë i madh, është ndëshkim shumë i madh. Prandaj nëse Zoti ka bekuar, ka begatuar me pasuri, me shëndet, krije këtë obligim. Mirëpo kemi edhe njerëz të atill që ndoshta nuk ka mundësi për shku në haxh, mirëpo as edhe nuk e ka në jetin. Keni parë disa njerëz thotë vallai unë të kisha parë, do shkojsha në pushime, filan vendin, do e bëja këtë, do e bëja këtë, mirëpo haxhi asnjëherë nuk është prioriteti i tij. Këto janë ata që janë të varfur edhe në zemër edhe në xhep. Prandaj ju bëjmë thirrje besimtarëve që kanë mundësi ta bëjnë haxhin, le ta kryejnë atë sepse shpërblimi është shumë i madh, ndërsa ndëshkimi mos kryerjes së haxhit gjithashtu është shumë i madh. Inshallah gjithë ata që janë bërë një jetëli Zoti u bën kabull, inshallah shkojnë atje shëndosh dhe mirë, i kryejnë të gjitha ritualet ashtu siç duhet, kthehen inshallah edhe këndej mirë dhe shëndosh me haxh të pranuar inshallah dhe me mëkate të falur. Ju falimderit shumë edhe një herë që dhatë disa mesazhe të themi për pikërisht për haxhin e këtij viti dhe shpresoj që këto mesazhe do vlen edhe për haxhilerët që do të shkojnë në vitin e ardhshëm. Ju falimderit edhe një herë. Faleminderit shumë, Zoti ju shpërblet.